Qendra Sociale Multifunksionale Tok është një qendër e krijuar për qytetarët e Bashkisë Kavaj. Është ngritur në kuadër të nismës së BE për kujdesin social për të ardhur si një përgjigje nevojave të qytetarëve të kësaj bashkie. Disa nga shërbimet që qendra ofron janë after school-i. Fëmijët vinë pas orarit të shkollës për të bërë detyrat, për të mësuar, por jo vetëm, edhe për të marrë pjesë në aktivitete edukative, krijuese, kreative, edhe sportive. Një shërbim tjetër është këshillimi psikosocial, që është për të gjithë qytetarët e Kavajës. Më shumë duke përqendruar te gradi fuqizimi i tyre në rolin e shoqërisë. Gjithashtu kemi mundësuar seanca për përndërimin pozitiv, duke për të mundur që prindërit përveç se të ndajnë përvojat e tyre, edhe të mësojnë mënyra më të mira se të kemi marrëdhënie më të mirë fëmijë-prindër. Biri i erës hyri në luginën e pishave ende i trembur. Më në fund, biri i erës u ndesh me njerëzit, për të cilët kishte dëgjuar aq shumë gjëra të frikshme. Njerëzit kërkonin ta rrethonin. Ishte një mrekulli, ai kal fluturonte. Kemi bërë të mundur disa trajnime edhe për punonjësit e shërbimeve sociale, por jo vetëm, edhe për të qendrës, edhe për grupin teknik ndërsektorial, i cili ka marrë pjesë në trajnime për menaxhimin e rasteve, naru e të tjerë që të kenë mundësi të ofrojnë një shërbim sa më të mirë qytetarëve të Kavajës.